A ka hajër në atë martesë që bëhet për interes, vetëm se dëshon me jetu jashtë. Ndruar, martesa në esencë është interes. Mirë po interes pozitiv, interes që ndërtohet mbi sinqeritet e dashuri, jo mbi mashtrim e lejthitje. Më thonë, dy palë pëlqehen, ka nevojë për një tjetrin, e shohin se përshtaten, realisht ndijnë një lloj simpatie dhe dashnie për një tjetrin, dhe e kurrizojnë këtë ndjenjë dhe këtë përshtatshmëri, apo dhe këtë pëlqim në kurrizim e në martesë. Çështo është po, ka nevojë për te, është interes, po interes ndërtuar me sinqeritet, në besnikëri, në pëlqim të sinqert, në përshtatshmëri. Mi po gjitha këto të injorohen, pavarësisht atë pëlqen, a përshtatesh apo jo, vetëm se ta mundson një interes saktum të përkohshëm me realizu përmes tij, e pasa e realizon atë interes, pastaj nuk ka më rëndësi a jet me te apo nuk jet me te, kjo është mashtrim. Kjo është tradhti. Po them se nuk ka rregull. Nuk ka rregull. Është mashtrim u martu me dikon për letra, për para, për pozitë, e kështu me radhë. Se kjo s'ka sinqeritet. Jeta bashkëtorë të ndruar shikues, është lidhje e shenjtë mes dy palëve. Përmes tyre lidhen shumë njerëz tjerë, miqësia, akrebate kësaj pale me akrebate kësaj pale. Nesër nga ky çift realisht dalin fëmijët e tyre, që realisht janë produkt i dyve. Andaj si mund të ndodhë kjo të bëhet më të mirë mundshme kur ata s'kan dashni, s'kan respekt, nuk përshtaten, s'është për rëndësi. Për rëndësi është se e kam interes timin përkohshëm me realizu, edhe kjo mund të bëhet përmes këtij personi apo asaj gruaje apo këtij djali kështu me radhë. Që ne që nuk mund të ketë hajër në këtë martesë. Në këtë martesë nuk mund të ketë hajër. Përveç nëse ata, domethënë, e nisin për interes, ka mundësi, po tani mujtë e parë, ditë e para mund të shohin që realisht përshtaten, mund ta kthejnë në sinqeritet e kështu me radhë. Po, mund të ketë një nismë të mirë, po tani të ketë një lloj riorientimi të duhur. Mirë po që të vazhdoni jeta me interes, vazhdoni me domethënë aktrim, me dyftyrsi. Dyshim se aty ku ka aktrim, aty ku ka dyftyrsi, aty ku mungon sinqeriteti, ku mungon dashuria, ku mungon përkushtimi, s'ka mundësi me pas hajër. E veçanërisht në jetën bashkëtorë, Allahu na ruaj.